Shkodra i ka dhënë lajm të mirën e fundit ish portierit Vllaznisë dhe disa skuadrave më pas trajnerit portierëve Arvio Fishta i ndar para kohë nga jeta në moshën 38 vjeçare. Kolegët e tij të afërt në fushën e sportit, por dhe jashtë saj, kujtojnë me respekt periudhën e bashkëpunimit me Alvion, por edhe jetën e përditshme me të, ku spikaste si një qytetar dhe familjar model. Një lajm shokues, mund të them, në shpreh mushtrimet e mia familjare për humën e një tyre më të dashtun. Sigurisht që ishte një humbje shumë e madhe edhe për gjithë ne, cilët e njoftëm dhe e kishim pjesë të përditshmërisë tonë me gjithë energjinë pozitive si kishte si djalë. Sigurisht që unë kam pas disi edhe afërmitet disi më të madh edhe për vetë aktivitetin si ne kena pas përbashkë qysh të ekipet e moshave, ku ishim pjesë e ekipeve zinxhirit Vllaznisë, që nga trit me trajner Fred Boshin, edhe në vazhdim tek ekipet e rritura, pavarësisht se ai e ndërpreu disi shpejt karrierën e tij sportive për ta vazhduar pasionin e tij në fushën e trajningut, ku edhe aty ishim kolegë të Delnia Shkodrane apo të ADV Lipojës. Kështu që të them drejtën, është një humbje e madhe për të gjithë ne. 11 vitet e fundit ku unë pata fatin ta kem kolegë të them drejtën, ku punojmë në jetin institucional arsimor, dhe ju përkushtu maksimalisht familjes, ku të them drejtën, ishte një prind shembullor, një bashkëshort shembullor dhe një familjar model, mund të them kështu, dhe një qytetar model. Patjetër një lajm i tërësueshëm për një komunitetin e sportit, pasi Arvio ka kanë ata personat të cilët ne kanë dhënë një kontribut shumë të madh në futboll në qytetin tonë, dhe prandaj realisht ne ka tërësuar lajmi për ndarjen nga jeta e tij. Në rolin e arbitrit, mendoj që ai ne ka shtu dëshirën dhe pasionin për pjesën e arbitrimit, pasi ka kanë ato personazhe që nëse ne si arbitra ndoshta mund gabosh një vendim tonin, ai asnjëherë nuk kontestonte vendimet tona, dhe kjo realisht ne ka bën mundi më mirë dhe me bën më pasion punën tonë. Për sa i përket shoqatës, ka kanë ata personat të cilët ka kanë një bashkëpunëtor joni i afërt dhe ka kanë gjithmonë korrekt me marrëdhënien që ne kena pas bashkë, dhe patjetër është një humbje për ne, është një humbje për shoqatën tonë. Në karrierën e tij sportive, Arvio Fishta ka spikatur si portier i klubit futbollit Vllaznia për të vjuar me Laçin e Kastriotin, si dhe shkumbimin e tribunit e kategorisë së parë. Pas largimit nga futbolli, vjoi detyrën e trajnerit portierëve tek ekipet Delnia Shkodrane, Rozafa, Ada dhe Tribuni i Pukës.